Tre automjete janë përfshirë nga flakët gjatë orëve të natës në qytetin e Durrësit duke pësuar dëme të konsiderueshme. Ngjarja ka ndodhur pranë shkollës 9 vjeçare Kushtrimi i Lirisë, ku mjetet ishin të parkuara në anë të rrugës. Sipas të dhënave të para nga policia, zjarri dyshohet se ka nisur fillimisht në kazanat e mbeturinave dhe më pas është përhapur me shpejtësi drejt automjeteve. Në vendngjarje ndërhyjnë forcat e repartit zjarfikës, të cilat bën të mundur shuarjen e flakëve dhe izolimin e zjarrit, duke shmangur përhapjen e tij në zona të tjera. Si pasojë e zjarrit, tre automjetet kanë pësuar dëme të mëdha materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes. Dyshimet paraprake janë se dikush i ka vënë zjarrin kartonave pranë koshave të mbeturinave, ndërsa flakët të favorizuara dhe nga era janë përhapur me një perimetër më të gjerë, duke përfshirë automjetet e parkuara aty pranë. Grupi hetimor vijon punën për të dokumentuar shkakun e saktë të zjarrit dhe për të identifikuar autorin ose autorët e mundshëm të kësaj ngjarjeje.